Atëherë, para 28 viteve, Glogxhani u rrethua me qëllimin që të shuhet një vatër e rezistencës sonë. Por ndodhi pikrisht e kundërta. Familja Haradinaj, së bashku me luftarët tjerë të lirisë, me kontributin e tyre, e qanë rrethimin dhe dëshmuan se përpjekja për liri as nuk rrethohet, as nuk ndalet dhe as nuk thyhet. Sot nderojmë Gazmend Mehmetajn, Agron Mehmetajn dhe Him Haradinajn. Kujtojmë dhimbjen e familjeve të tyre dhe popullit të Kosovës, sikurse edhe lartësojmë veprën e tyre sublime. Sot këtu i falenderohemi me përullësi secilit dhe secilës ushtare të lirisë që me kontributin e tyre e çliruan vendin tonë dhe bën që sot ne të jetojmë të lirë në një shtet të pavarur. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi martirëve.